Alban Dervishi, shqiptari që komandon anijën luftarake amerikane USS Pearl Harbor, shkon në Kosovë, një emër me prejardhje shqiptare që mban një nga pozitat më të rëndësishme në forcat detare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka vizituar Kosovën. Bëhet fjalë për Alban Dervishin, komandantin e njësisë anijës amfibjes barkuse amerikane USS Pearl Harbor, i cili është pritur në takim nga ministri i mbrojtjes së Kosovës Eyüp Maqedonci. Në fokus të takimit ishte roli dhe karriera e Dervishit, i cili si oficer amerikan me rrënjë shqiptare përfaqëson me dinjitet jo vetëm marinën amerikane, po dhe vlerat e një komuniteti që po rrit vazhdimisht ndikimin e tij në strukturat më të larta të sigurisë së mbrojtjes. Në SBA, ministri Maqedonci përmes një postimi në Facebook e cilësoi Dervishin si shembull të përkushtimit dhe profesionalizmit, duke theksuar se suksesi i tij është dëshmi e qartë të rolit gjithnjë më të madh të shqiptaro-amerikanëve në institucionet amerikane të mbrojtjes. Sipas ministrit, Dervishi përfaqëson vlerat e shërbimit, përgjegjësisë dhe leadershipit, duke u shndruar në një figurë frymëzuese për të rinj shqiptar kudo që jetojnë. Gjatë takimit, komandanti Alban Dervishi shprehu kënaqësinë që viziton Kosovën dhe ka vlerësuar arritjet e vendit.